Por jo vetëm kaq, në ankim, Kokunovi kërkon kushtetueses të gjykojë edhe veprimet e kryera për administratës së saj. 62 vjeçari pretendon konstatim si antikushtetues të veprimeve të administratës së gjykatës kushtetuese të pasqyruara në 2 shkresa të datës 10 dhe 17 tetor 2024. Pas ekstradimit të Igor Kokunov, ditën në të cilin kushtetuesja pezulloi procedurën, Drejtoria e Burgjeve njoftoi se ishte vënë në dieni të vendimit kushtetues, pasi e kishte dorëzuar tek autoritetet ruse 62 vjeçarin. Sipas burgjeve, Kokunov ishte përcjell në Rinas për ekstradim në orën 16:45 të 30 tetorit. Vendimi i kushtetueses ishte shpallur në orën 17:15, ndërsa Ministria e Drejtësisë ishte vënë në dieni të vendimit përmes postës elektronike në orën 17:53 minuta, pra gati një orë pasi Kokunov ishte ekstraduar. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka ngritur akuzë ndaj Jonaid Myzyri të kreut të Komisionit të Prokurimit Publik. Burime pranë SPAK bën me dije se Myzyri akuzohet për shkelje të barazisë pjesëmarrjes në tendera kryer në bashkëpunim. Ditën e hënë zyrtari shtetëror është thirrur në SPAK, ku duhet të paraqitet i shoqëruar nga një avokat për të dhënë shpjegime në cilësinë e personit të pandehur. Hetimi i deri tanishëm, gjatë të cilit Myzyri është paraqitur disa herë për të dhënë shpjegime në SPAK, janë ngritur dyshime se kreu i prokurimeve ka shkelur ligjin në një procedurë tenderuese me vlerë mbi 2 miliardë lekë të rinj. Prokuroria e posaçme ka lexuar këtë të mërkur pretencën e saj për të akuzuarit në dosjen sterilizimi në lidhje të drejtë për drejtë. Kam kolegun Armand Bajrami për të na dhënë më shumë detajet. Përshëndes Armand, cila ishte pretenca pikërisht për të akuzuarit për dosjen e sterilizimit? Po në fakt, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka thënë fjalën e saj të fundit, sa i takon të pandehurve për dosjen sterilizimit, të akuzuar për vepra penale në lidhje me kontratën 100 milion euro të sterilizimit, të pastrimit të pajisjeve kirurgjikale, por dua të saktësoj që në kryet herës që në këtë proces, i cili u zhvillua me dyert me procedurën e gjykimit të shkurtuar, ishin të gjithë të pandehurit e dosjes sterilizimi, përveç ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa, i cili në seancën e kaluar të procesit u veçua çështja ndaj tij për shkak se ish ministri i shëndetësisë do të procedohet dhe do të gjykohet në një proces të zakonshëm. Ndërkohë që sa i përket kërkesës së bërë ditën e sotme nga prokuroria e posaçme për të gjithë të pandehurit e tjerë të këtij procesi u kërkua deklarimi fajshëm i tyre, duke nisur fillimisht me Klodian Rjepajn, ish zëvendësministrin e shëndetësisë, i cili akuzohej nga SPAK dhe u gjykua do të merret vendimi ndaj tij nga ana e gjykatës për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, ku sipas prokurorisë posaçme në bashkim të dënimeve për gjitha veprat që rëndojnë ndaj tij, qoftë ajo e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën, por njëkohësisht edhe grupi i strukturuar kriminal, por edhe falsifikimi i dokumenteve, Klodian Rjepaj kërkon prokuroria të deklarohet i fajshëm dhe të dënohet me 10 vite burg në total. Por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai përfiton uljen e 1/3 së dënimit dhe masa përfundimtare e kërkuar nga prokuroria është dënimi i tij me 6 vjet e 8 muaj burg. Në të njëjtën formë dhe për të njëjtat vepra penale, prokuroria e posaçme kërkoi fajësi edhe për biznesmenin Ilir Rapaj, i cili po ashtu akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit për vjedhje me pasoja të rënda, në fakt në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, dhe u kërkua për të një dënim me 10 vite burg që për shkak të gjykimit të shkurtuar shkon në 6 vjet e 8 muaj. Më pas, sipas prokurorisë posaçme, për veprat tjera që kanë lidhje kryesisht me falsifikimin e dokumenteve dhe shpërdorimin e detyrës, për të pandehurit e tjerë të çështjes u kërkuan dënime relativisht më të buta se sa dy të pandehurit e parë që unë përmenda, dhe kjo pikërisht për shkak se
për shkak se këta persona nuk kanë veprën penale të grupit strukturar kriminal dhe kështu sipas prokurisë Sajmir Kadiu do duhet të dënohet me 3 vjet e 6 muaj burg, që për shkak gjykimit shkurtuar shkon në 2 vjet e 4 muaj, Petref Mersini me 3 vjet e 6 muaj burg, që po ashtu shkon në 2 vjet e 4 muaj për shkak të gjykimit shkurtuar, por ndryshe nga të tjerët, për të pandehurin Mersini, prokuria e posaçme kërkoi edhe pezullim të ekzekutimit të dënimit me burg, pra që të mos qëndrojë dhe të mos detyrohet të shkojë në qelitë e burgut, por do të qëndrojë në shërbim prove për një periudhë 4 vjeçare. Njëkohësisht për mjekun Arben Gjata, i pandehur në këtë proces, u kërkua një dënim përfundimtar me gjithë llogaritjen e gjykimit shkurtuar me 1 vit e 4 muaj burg, por edhe për doktorin, për mjekun Gjata, po ashtu u kërkua pezullim i ekzekutimit dhe lënia e tij në shërbim prove për një periudhë 3 vjeçare. Dhe për të dy të pandehurit e tjerë dhe të fundit të këtij procesi, mjekun Genc Byrazeri, por edhe Naile Ayazin, u përpos dënimeve të ulta, po themi, me burg, përfundimisht u kërkua për ta lënia në shërbim prove për një periudhë 2 vjeçare. Faleminderit Armand për gjitha detajet që përcolla. Më shumë plazhe publike se private dhe mundësie dhe për personat me aftësi ndryshe që të shijojnë diellin dhe liçenin e bëjnë Pogradeci një nga bashkitë e vetme në vend që ofron plazhe të tilla. Pogradeci mund të jetë ndoshta qyteti i vetëm në vend ku hapësirat publike përgjatë bregut të liçenit janë më të shumta se plazhet private. Dhe për të ruajtur këtë ndarje, pushteti lokal në bashkëpunim edhe me policinë ka nisur kontrollet jo vetëm sa i takon plazheve përgjatë bregut të liçenit, por edhe zbatimit të legjislacionit në fuqi për subjektet hoteliere që kanë marrë plazhe në përdorim. U eliminuan shumë biznese të cilat nuk mund të operojnë më me shezlonet përgjatë vijës breg liçenore. Nga 55 subjekte që ishin vitin e kaluar, në Pogradec operojnë si vjet 27 subjekte. Ndërkohë, raporti këtë vit të publik-privat është më mirë? Shumë herë më ndryshe, shumë pak ka plazhe private dhe më tepër është plazhi publik. Madje Bashkia e Pogradecit është e vetme edhe për krijimin e kushteve të përshtatshme në plazh për personat me aftësi ndryshe. Bashkia e Pogradecit ka vendosur urën me anë të së cilës personat me aftësi të kufizuar mund të shkojnë drejt liçenit dhe gjithashtu shërbimin e çadrave falas për këtë kategori. Dhe jo vetëm për këtë kategori, doja të theksoja që Bashkia Pogradec ka marrë masa edhe për gjithë plazhin publik, t'ju ofroj qytetarëve dhe turistëve çadra falas për gjatë gjithë bregut liçenor. Kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit, ku në vëmendje do të jetë edhe prezenca e rojeve të plazheve, jo vetëm në hapësirat private, por edhe ato publike. Ndërsa në këtë moment do flasim pak më gjërësisht për sezonin turistik veror, në lidhje të drejtë për drejtë kam specialiste në turizmit Gjerina Ago. Zonja Ago, ju përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht, ka disa karakteristika që këtë sezon veror e dallojnë nga vitet e kaluara, po bëhemi gjithnjë e më shumë edhe të pëlqyeshëm, të preferueshëm nga turist, jo vetëm të huaj, po shqiptar, ata që janë ndoshta edhe disi më kritik ndaj vetë atyre bizneseve që ofrojnë pikërisht shërbime në Shqipëri për sa i përket turizmit. Besoj se karakteristika e këtij viti është pozicionimi i Shqipërisë tani më si një destinacion i mirëfillt në skemën e turizmit botëror dhe këtë e treguan të gjitha raportimet e vitit të fundit ku Shqipëria u rendit e para për sa i përket